Çunë që tha dhe pastaj ju lutna shumë a jepni përgjigje, ju lutna shumë e duni përgjigje në pyetjen që do t'ja bëj pas videos. Apo bëhet sot gjithçka për klikime. Qa kena bo kur nuk kena pas telefona, me çka jena marë. Tani, une për vete nuk jam influencer, ose nuk jam tiktoker, po mundona pa tjetër me dhënë mendime për ngjarje dhe momentet e caktuara, dhe pa tjetër që gjithën këta e bëj sepse krijimi i videove paguhet. Nuk është naj pagesë që me thonë, wow, jeton prej sajna, po ta jep atë motivimin për me vazhdu. E kuptoj që videot bëhen për pagesa, po a duhet me shku që ka larg një denigru prindërit tu për me marrë pare për videove.